3 krime, 3 histori tragjike që nuk janë vrasje mafioze, për fat keq janë ngjarje të pashmangshme nga puna, pra janë të pashmangshme nga puna që bën për ditë policia e shtetit. Unë nuk besoj se ka në një vend të botës ku polici rrin guzhin për të parandaluar që djali të godas babain me thikën e bukës, apo në një vend të botës ku polici rri brenda në kuzhinën e restorantit për të parandaluar picierin të godas me thikë kuzhinjeri. Janë absolutisht ngjarje tragjike, por për të cilat nuk implikohet puna e policisë së shtetit. Kjo është deklarata e ministres së brendshme Albana Koçiu në Komisionin e Sigurisë, pak orë para atentatit mafioz në afërsitë e aeroportit të Rinasit, ku i mori jetën një personi dhe u plagos një tjetër. E nëse sipas ministres Koçiu policia nuk mund të ri në kuzhinë për të parandaluar krimin në familje, apo në piceri për të parandaluar vrasjen e një picieri, nga ana tjetër, krimi mafioz me revansh dhe ndodh afër një prej institucioneve më të sigurta, siç është aeroporti i Rinasit. Deputetët e opozitës hodhën akuza se drejtuesit e policisë së shtetit janë emëruar nga krimi, ndërsa organizatat mafioze kontrollojnë çdo cep të vendit. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka hedhur akuza të forta ndaj kupolës drejtuese të policisë së shtetit. Sipas Nokës, Ilir Proda dhe Neritan Albati janë emëruar nga kartelet e drogës në vend. Ndërsa për deputetin tjetër, Klevis Balliu, krimi organizuar sot kontrollon çdo cep të vendit, duke theksuar se sot bandat nuk fshin më, ato kanë përfaqësues edhe në parlament. Jemi vetmi vend ku 2 drejtuesit kryesor të policisë shtetit i caktojnë kartelet. Përkatësisht, Ilir Proda, drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, është emërtesë e Suel Qelës. Neritan Nalbati, nëndrejtori për krimin e organizuar, është emërtesë e kartelit Troplini. Brenda policisë po të bisedoni, po të shihni, do dëgjoni edhe pagesa mujore. Flitet për pagesa mujore që këta zotrinj marrin nga kartelet për të shërbyer. Kemi patur raste të tmerrshme ku përplasja e bandave të ndryshme, të njohura për publikun, kanë sjellur viktima tek shoqëria civile. Këto jo si akuzat opozitës, to nga raportet e Departamentit Shtetit Amerikan që faktojnë përfundimisht që në Shqipëri çdo centimetër i territorit ton është në kontroll absolut nga krimi organizuar. Dhe të gjithë territoret që ne po flasim, në qoftë se do të kishin qenë të sigurta, këto nuk do të kishin ndodhur kurrë. Arsyeja pse kjo nuk ka ndodhur është për shkak të bashkëpunimit që ka krimi organizuar me politikën, në veçanti me policinë e shtetit.